një gjë të tillë. Të çështja e presidentit edhe një herë, s'pa ju. Çka nëse ka një aktgjykim të kushtetuesës që do të jep fare afat, ta shpall dekretin e lehtëshëm dhe i bie që vendi shkon në zgjedhje, apo jo? Po. Kush i konvenon më shumë shkuarën e zgjedhje apo askujt? Në vendit nuk i konvenon kjo shkuarën e zgjedhje, po them, sepse pas të mund paraqitet një ngërç politik pas zgjedhjeve. Kështu që përderisa nuk i konvenon vendit, faktikisht nuk i konvenon kërkuj. Edhe shtu, nashta mund dalin më mirë ku i konvenon, ndalin për shembull ndonjë kandidati të LDK-s për shembull, i cili atë me forcimin e LDK-s që s'është deputet tash, bëhet deputet për shembull, kish konvenu ose në kandidat disa kandidatëve të vendosjes. Opozita do të mund të arrijë të tjetër rezultat nga ai 28 dhjetorit? Jo, besoj që rezultati 28 dhjetorit nuk mund të përsëritet më. Ja, ideja është të pyetja që e bëra partitë opozitare, do të arrijnë të tjetër rezultat? Jo, po mendoj unë për të këtë të rënd aty ku është, po nëse bën koalicion me AK-n dhe me Nismën, sigurisht që kjo shtohet edhe për 8% më shumë. Do mund sa ka që tash i ka 22 deputat. 22 deputat, po i ka 18% asajën. Do më thonë i ban 26%. Asaj ka 17%. 18%. Kurse DDK-ja, më thonë, mund të forcohet me vjosën, mund të ecë përpara. Vetëvendosje? Deklarohet kundër zgjedhjeve. Deklarohet kundër zgjedhjeve. Pse kundër zgjedhjeve? Se rezultati do të jetë shumë më i dobët se sa ky që është 28 dhjetor. Prandaj ajo duhet vetëvendosje, po mendoj Albini nëse po mendoj don me rujt pushtetin e vet, ai duhet me çdo kush me arrit marrëveshje. Jo, duhet me lujt me kartën e ambicjes së liderëve të partive politike për të qenë president. Domethënë, sepse edhe kjo është sfiduese, domethënë edhe për Lumirin, edhe për Bedriun, natyrisht çdo njeri, çdo politikan, po mendoj maksimumi që mundet me arrit është me qenë president i vendit, kështu që ai do të me lujt në këtë kartë në mënyrë që për me rujt me tablu pushtetin e vetë që ka fitu me 28 dhjetor. A po kalkulohet në fakt që bendi të shkojnë në zgjedhje, por jo në fillim pranë verës, por gjatë verës? Po kjo varet tash prej gjykatës kushtetuese, nëse gjykata kushtetuese i jap 60 ditë, nëse tani po mendoj tash nuk e di se çka ka ndërmend me vot gjykata kushtetuese. Çfarë presni në fakt? Nuk e di çfarë bën, por mënyra ashtu si e lexoj në kushtetutën, del që kjo Dekreti, domethënë, është me vend, është brenda kushtetutës. Vjosa Osmani ka pasur të drejtë. Po, paktën ashtu që unë e lexoj kushtetutën, por tash ata mundën me s'me pas drejt, po mundën me dhënë vendimi i tyre është meritor i gjykatës kushtetuese. Fakt ata kanë dhënë vendime jo të drejta dhe shumë të tjera, kështu që po megjithatë ato vendimi janë respektu. Edhe kur ka qenë vendimi pa drejt ndaj Fatmir Sejdiut, edhe kur ka qenë vendimi pa drejt ndaj Bexhet Spacollit, edhe kur ka qenë vendim, domethënë, i kundër Vlanit atëherë, po sidoqoftë në të gjitha rastet është respektu vendimi i gjykatës kushtetuese dhe tek e fundit mirë është, duhet më përkujdes që në të ardhmen për shembull me i pas që njerëzit që zgjedhin gjykatë kushtetuese me qenë ma kompetent. Domethënë, unë në këtë gjykatën kushtetuese që është aktuale, mendoj vetëm Enver Peci është që ka një background që është edhe ka qenë kryetar gjykatës, gjykatës themelore, gjykatë apelit, ka qenë kryetar gjykatës supreme, kryetar i Këshillit gjyqësor të Kosovës e tjerë, që normalisht që ka një biografi e cila
do më thonë jep një kredibilitet me qenë antari gjykatës kushtetuese. Por njës për shembull me dije akademike të tjerë, unë për mua është për shembull impresionues dhe kam parë në debate Ditar Kabashi, që ka doktoru në Turqi për të drejtën kushtetuese, dhe ka mendime briljante, po mendoj Ndryshe nga jo, nga që kam pas të rëftuar, thonte që dekreti është i kundërligjshëm, antikushtetues. Pa, i mund të ketë drejtë, po mendoj parasysh, unë thash qysh i lexoj unë, po unë nuk jam jurist. Po ai mund të, po si të qoftë, është një njeri, domethënë inteligjent, edhe tek e fund ka doktoru në një universitet meritor në Turqi, edhe tregon që po mendoj çifti i tij është dashur me qenë antari i gjykatës kushtetuese. S'kemi pasur